kishte asgjë të kuqe. As këpucë të kuqe, as çorape të kuqe, as makina nuk ishin të kuqe. Nuk e pranon, ishte pa pranueshme. Do të thonë të humbje me Partizane. Nuk pranon barazimin me Partizane. Jo humbje që nuk bëhej fjalë. Edhe ishim shumë të kujdesshëm që do të thonë kur vite kjo lloj ndeshje mos gaboni. Dhe unë nuk mbaj mend ndonjë fitore tjetër Partizani përveç asaj 3-1 që përmendet ti, 4-1 që ka qenë disa vite më vonë. Nuk kishte asgjë të kuqe. As këpucë të kuqe, as çorape të kuqe, as makina nuk ishin të kuqe. Do të thonë Tirana nuk e pranon ndonjëherë e kuqe, edhe poshtë ka pasur raste që lojtarë të huaj që nuk e dinin, që dinin me çorape të kuqe ose me këpucë kuqe. Trajneri, jo i pari, se po Zofi që thonë në aty, në Albani, trajneri portier i thoshte, do të çum. Futu brenda ndrojat. I thoshte se kuptonte, nuk lejohen këtu. Shkote ndroheshe dhe dilte me ngjyrat, qoftë se kishte bardhë blu, me çdo lloj ngjyre tjetër vetëm të kuqe jo. Kjo pasa ka bërë që atëherë të kishte identitet më të fortë, më të qartë, edhe ndoshta kjo ka mbajtur një lidhje më të fortë gjithashtu midis futbollistëve dhe publikut.